Artistja e njohur Elia Zaharia ka promovuar në Shkodër librin e rradhës për fëmijë, Perla dhe Drerëri i Art. Ky libër për autorin është i veçantë, pasi i përshtatet jo vetëm fëmijëve, por dhe të rriturve. Mendoj që për fëmijët, po jo vetëm edhe për të rriturit, mesazhet janë shumë njerëzore, shumë të vërteta dhe shumë koherente. Mendoj që është një libër që i flet të gjitha kohërave dhe ndoshta edhe të gjitha moshave, se unë jam mamë vetë, kështu që kur i lexoj pralla vajzës time, shumë gjëra më flasin edhe mua si e rritur. Mendoj që libri drejton vëmendjen tek e vërteta. Koha e teknologjisë duket se po sfidon librin, thot Zaharia, ndaj duhet që fëmijët të lexojnë më shumë. Që tashmë libri është në një luftë të hapur me teknologjinë. Unë vetë përpiqem që vajzës time t'ja limitoj sa të ke mundësi pjesën e telefonave etj, sepse nuk mund të krahasohet asnjë mjet tjetër me librin. Libri të zhvillon fantazinë dhe imagjinatën dhe nuk mund ta bëj këtë gjë asnjë mjet i cili ta jep informacionin të gatshëm. Kështu që mendoj që pralla është edhe hapi i parë për të patur nesër lexues. Një vend që ka lexues ka një shpresë. Libri Perla dhe Drerëri i Art u prezantua për artdashuesit në ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës, ndërsa ky është libri i dytë për fëmijë autores Elia Zaharia, e cila në karrierën e saj ka lëvëruar në shumë fusha të artit si piktura, muzika dhe teatri.